le ta supozojmë, le të kënaqemi një moment duke bërë sikur i kuptojmë, le të themi me qartësi disa veprime të mëdha vendesh, liderash apo interesash të përgjithshme. Pra ti thua, Gjermania ka bllokuar integrimin e Shqipërisë, e fortë kjo për shkak se Rama konsiderohet faktori kontrolluar që prish interesat gjeostrategjike në rajon. Ka ndryshuar gjithçka në këto 4 muaj. Ai në thonjza ka trajtuar Erdoganin dhe konsiderohet plan prishës. Pyetje këtu, nga kush, pse eksaktësisht e ka trajtuar, në raport me çfarë? Ti thua ka dhuruar në thonjza të gjithë kontributin ushtarak të Turqisë në Shqipëri, ja ka dhuruar Izraelit, thua ti, për këtë dua ta kuptoj pse, si dhe qysh, dhe Shqipëria konsiderohet si një, le të themi, satelit i një shtetit të fuqishëm që është në këtë rast Izraeli, i cili është për mua është shumë i fuqishëm në Shtetet Bashkuara një radhë parë, pastaj edhe kudo qoftë në botë që ja del edhe ka mundësi të ndodh. Pra në këtë sens, a ka mundësi të ma thuash një çik për mua që s'marr vesh ka politika ndërkombëtare, kush ka dhuruar çfarë në raport me kë dhe pse? E bukur pyetja. Unë do mundoj të përgjigj fare shkurtimisht se janë shumë tema njëkohësisht. Shqipëria në vitin 2024 në 5 nëntor, pasi fiton Donald Trump, vendoset në një situatë krize politike të brendshme qeveritare në raport me prurjen e re qeveritare që është Donald Trump. Rama kishte marrë masat dhe vazhdoi të punojë fort me lobime, të cilat dështuan të gjitha njëri pas tjetrit. Rasti i J.D. Vance-it në darkën e Muniut, që Rama kishte marrë ftesë dhe ju anullua ftesa, pra u përzu si thosh nga darka, për shkak se ky urdhër direkt nga Shtëpia e Bardhë, dhe duke qenë se Rama gjatë një viti ka pas disa kontakte me administratën amerikane në nivel ndërkombëtar për shkak të strukturave ndërkombëtare dhe është refuzuar rregullisht edhe të qaset fizikisht personalisht me Trumpin, dhe vetmja arsye që ne e pam Trump, Rama, Vjosa Osmani, ishte sepse u keq kuptua fjalimi i Ramës nga Trumpi, kur tha presidenti i Kosovës është në burg dhe sulmohet, në fakt Trumpi kujton se presidenti ishte Vjosa, që duhet ishte në burg, dhe s'pa kuptonte çfarë po thuaj se ai ishte aty, dhe ishte thjesht i vetmi grep që pati Rama për të bërë foto pranë me Trumpin. Rama ka prej një viti që investon gjithë kapitalet e veta politike ndërkombëtare në Izrael që të ketë garanci Tel Avivin për të shpëtuar nga Washingtoni, pasi ka qenë në target Washingtonit. Në muajin dhjetor ka qenë një afat 90 ditori përcaktuar për vendet Ballkanit Lindor, kur Rama ishte në target dhe menjëherë pam spaku se si kishte filluar të vepronte me Berlin dhe me Ramën dhe me gjithçka tjetër, e cila gjithë procesi ndaloi. Ndaloi pikërisht sapo do fillonte lufta. Arsyeja pse ndaloi sapo do fillonte lufta është sepse Rama ka ofruar Shqipërinë në Izrael për të qenë Izraeli i ri i shoqërisë hapur në Ballkan. Ky është projekt shumë vjeçar i familjes Soros, i cili në një moment caktuar do aktivizohej. Ju kujtoj shtetin Bektashi, që ishte një projekt i shërbimeve inteligjente Izraeli që u hesh për të një vit pasi administrata e refuzoi, dhe vetëm para 4 ditësh na u ngjall pra Babamondi me teorinë e shtetit Bektashi, pikërisht momentin kur Rama ndihet i mbrojtur nga një luftë. Pse ndihet Rama i mbrojtur nga një luftë? Pasi lufta në Lindjen e Mesme ka ndryshuar prioritetet kudo, përfshi edhe Ballkanin Lindor, përfshi edhe Shqipërinë. Tashmë ambasada amerikane dhe SPAK-u, që është shefi me Varcin në varësi, nuk mund të ketë më prioritet as Belinda as Rama asgjë. Sepse prioritetet është lufta e Amerikës në Lindjen e Mesme, dhe kjo përcakton edhe aleatët edhe grupet potenciale dhe Izraeli. Presidenti nëpërmjet presidenti vet, por presidenti amerikan vet, po edhe nëpërmjet sekretarit të luftës Hegseth, edhe natyrisht të vetëve ka thënë që edhe J.D. Vance gjithashtu Rubio kanë thënë që lufta do të përfundoj relativisht shpejt për shkak të kompleksitetit saj. Dhe dua të lidhem me Fatjon Gjinajn Altin, kështu që e dua shumë shkurt, realisht. 2 pyetje që qëndrojnë nga njëra tjetra. Në momentin që lufta mbaron, kthehet administrata amerikane Trump duke e vështruar kryeministrin e Shqipërisë në të njëjtën optik, 1 dhe 2. Ti përcakton dhe parashikon gjithçka. Kur e parashikon ti rënien e